Po Kassandra, në fakt do t'jetë prokuria e posaçme që do të vijojë hetime në lidhje me incidentin ku i përfshirë rezulton një subjekt i posaçëm siç është Xhelal Mëziu, apo edhe gjithashtu edhe për shkak të cënimit të zgjedhjeve, pasi vepra penale për të cilën kanë vijuar hetimet apo janë referuar, po themi, veprimet e para hetimore nga ana e policisë së Bulqizës në drejtim të prokurisë së posaçme lidhet pikërisht me cënimin e zgjedhjeve, një vepër penale që hetohet nga ana e prokurisë së posaçme, e cila duhet thonë se ka ngritur edhe një strukturë të posaçme për të bërë të mundur monitorimin dhe mbarvajtjen e gjithë procesit zgjedhor. Nga ana tjetër, vepra penale është ajo e kanosjes apo dhunimit ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje, për të cilën tashmë do të referohet në prokurinë e posaçme dhe do të jenë drejtuesit e kësaj prokurorie, të cilët do të vijojnë më pas fillimisht regjistrimin e veprës penale, më pas edhe le të themi nëse do të shohin që ka elemente të kësaj vepre penale, do të bëjnë thirrjen e personave të përfshirë në prokurinë e posaçme në lidhje me këtë veprë penale, më pas në rast se do konstatohet që ata janë autorë dhe kanë kryer këtë veprë penale, do të ketë, po themi, regjistrim të këtyre hetimeve. Nga ana tjetër, sikur ndërpërmenda prokuria e posaçme ka ngritur një strukturë të posaçme që monitoron në të gjithë qarqet të gjithë procesin zgjedhor, ku do të jetë në fakt prokurori Elvin Goka, i cili do të kemë të rastin për të shqyrtuar edhe këtë incident të ndodhur ditën e djeshme në Bulqizë.